Bia Khalifa mori një lloj vërejtje nga vëllai i madh pas një veprimi disa ditë më parë. Ajo kishte vendosur të bënte dush pa sutjena, një veprim që siç duket solli reagimin e produksionit. Për këtë arsye, Bia u ftua në dhomën e rrëfimit për t'i komunikuar ankesën e formalizuar nga vëllai i madh. Bia këtu jetojnë 16 persona dhe çdo veprim ndikon tek të gjithë. Dua të flas për atë që ndodhi pak ditë më parë. Kur vendose të bësh banjën topless, përse? A mendove se kamerat, publiku dhe të tjerët mund të ndiheshin të parehatshëm? Kjo shtëpi teston kufi, liri personale përballë bashkëtesës dhe ti Bia duhet të respektosh kufitë e tu për t'i bërë të tjerët të ndihen më rehat, i tha asaj vëllai i madh. Bia më pas shpjegoi arsyen pse kishte vendosur të bënte dush pa sutjena. Por krahas kësaj ajo u shpreh tejet e mërzitur nga kjo kumtesë. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.